Doktor Berisha shkroi historinë duke krijuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. He is a man that we can trust. Ai është një njeri të cilit mund t'i zesh besë. But all of the rights that we have Por nga gjithë të drejtat që kemi, can vanish if you don't show up and vote. asnjë prej tyre nuk mund të ekzistojnë nëse ju nuk shkoni të votoni. Kryestrategu i fitores së presidentit Donald Trump dhe strategu i fitores së Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore në Shqipëri, Kristla Civitar, foli në takimin e Lezhës duke deklaruar se shqiptarët do ta pushojnë nga puna Edi Ramën. Gjatë fjalës së tij, Civita u shpreh se Doktor Berisha shkroi historinë duke krijuar marrëdhëniet me SBA-n dhe ai është njeri për të cilin mund t'i zësh besë. Fjala e Kristla Civita në Lezhë. Fitore, kjo është fantastike. Jam shumë i kënaqur që jam kthyer në Shqipëri me miqtë e mi të rinj. Ne do të pushojmë nga puna e Edi Ramën. Do t'i themi je i pushuar. Është koha të japim fund korrupsionit, dështimit të ekonomisë dhe varfërisë. Edi Rama do të përvojë çdo marifet për të qëndruar në pushtet. Prandaj është kaq e rëndësishme që të gjithë ju që jeni këtu të shkoni të votoni, të merrni miq dhe familjarët tuaj. Çdo person ka të drejtën e Zotit të jetojë, të punojë dhe të rritë familjen e vet. Doktor Berisha shkroi historinë duke krijuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është një njeri të cilin ne mund t'i besojmë. Por nga të gjitha të drejtat që kemi, asnjëri prej tyre nuk mund të ekzistojë nëse ju nuk do të shkoni të votoni. Luftoni për familjet tuaja, luftoni për të ardhmen tuaj dhe luftoni për lirinë tuaj. Zoti ju bekoft. Fitore, fitore, fitore. Zoti e bekoft Shqipërinë.